Nëse do të mbrosh veten nga gripi, viroza dhe lodhja, ushqimi është një nga armët më të fuqishme. Ja cilat janë disa nga ushqimet që ndihmojnë në forcimin e imunitetit. Ajo përmban alicin, një përbërës me veti antibakteriale dhe antivirale. Përdoret prej mijëra vitesh për të luftuar infeksionet. Qetëson fytin, ul inflamacionin dhe ndihmon trupin të luftojë të ftohtin dhe gripin. Portokalli, limoni dhe citro. Ato janë të pasura me vitamin C, e cila stimulon prodhimin e qelizave të bardha të gjakut që luftojnë sëmundjet. Është një burim i mirë i probiotikëve, bakteret e mira që forcojnë sistemin tretës dhe imunitetin. Ai ka vitamin C, beta, karoten dhe antioksidant që ndihmojnë trupin të përballet me infeksionet. Janë të pasura me vitamin E, një antioksidant i fortë për ruajtjen e shëndetit të qelizave imunitare. Ata kanë më shumë vitamin C se portokalli dhe janë të shkëlqyer për forcimin e imunitetit dhe shëndetin e lëkurës. Dhe luledielli përmbajnë zink dhe vitamin E, të cilët janë element thelbësor për sistemin imunitar. Është i pasur me antioksidantë si katekinat, të cilat ndihmojnë në rritjen e mbrojtjes natyrore të trupit. Janë një superfrut i mbushur me antioksidantë dhe substanca që ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve fort duke u ushqyer mirë. Mos harro, një sistem imunitar i shëndetshëm fillon nga zgjedhjet që bën çdo ditë në ushqimet e tua.